Gjykata themelore në Prishtinë të martën vendosi që t'i jap më shumë kohë mbrojtjes që të përgatisë të pandehurin Ivan Radivojević për t'u përgjigjur në pyetjet e prokurorit, mbrojtjes dhe gjykatës. Nën masa të repta të sigurisë, në sallën e gjykatës u soll Ivan Radivojević, i akuzuar për krime të luftës kundër popullatës civile, për ngjarjet që ndodhen më 26 mars 1999 në stacionin e autobuseve në Fushë Kosovë. Sipas aktakuzës, më 26 mars të vitit 1999, një grup paramilitarësh serb rrethuan njerëzit që prisnin autobusin për Prishtinë, në stacionin e autobuseve të Fushë Kosovës. Ata më pas ndanë gratë dhe fëmijët nga burrat, ndërsa të kapurit i dërguan në një lëndinë aty afër. Atë ditë, gjithnjë sipas aktakuzës, burrat ishin rrahur, ndërsa disa prej tyre ishin marrë me vete nga paramilitarët për t'u gjetur më pas të vdekur. Miodrag Brklaq, mbrojtësi i Radivojevićit, i propozoi gjykatës që t'i jap kohë për ta gjetur dëshmitarin Zoran Kapetanović, pasi që sipas tij ai ishte një alibi për të pandehurin. Kjo kërkesë u miratua nga gjykata pasi që as prokurori nuk kishte ndonjë kundërshtim lidhur me gjetjen e një dëshmitari. Në seancën e 28 janarit 2014, Brklaq ishte ankuar në gjykatë se po ka vështirësi për të siguruar dëshmitarët e mbrojtjes. Më herët gjykata kishte tentuar ta gjente Zoran Kapetanovićin në Kosovë, por nuk ishte arritur. Avokati shfaqi edhe kërkesën për shtyrje të seancës, me qëllim që të përgatisë për ballafaqim me pyetjet e palëve klientin e tij. Nuk kam pas mundësi fizike që të komunikoj me të pandehurin për të bërë një vijë të përgjigjeve. Nuk kam mundur ta përgatis psikikisht për marrjen e pyetje nga prokurori, unë e gjykata. Ai është në stres tani, tha avokati Brklaq. As prokurori nuk e kundërshtoi propozimin që seanca të shtyhet. Gjykata miratoi shtyrjen për datën 6 shkurt, kur do të merret në pyetje i pandehurit.